Amerika ka vrarë mbi 20 milion pula në një kohë shumë të shkurtër. Vetëm në disa artikuj që lexova, mbi 21 milion pula. Pse? Tani po ja u tregoj. Kush është rastisht e t'i bëj lajfaqe si jemi sërish, po gumzhin në mbar botën që pse Amerika ka vrarë mbi 20 milion pula. Po s'janë 20 milion, janë me qindra miliona pula të vrara. E dini pse? Sepse ky është virusi i kafshëve, ose i shpendve. Quhet virusi i shpendve, por në të vërtet, po ndodh edhe në kafsh. Pra një virus që po vret kafshët, sepse, për ata që nuk janë të informuar, ka vrarë tigra, luan, bile edhe arinj polar. Po, çfarë po ndodh? Më thoni ju. Njeriu, kohët e fundit, po shkatëron çdo gjë. Dhe në qoftë se bie flama, si i themi ne nga Vlora, në pula, thosh një dikur të vjetrit, atëre bota do të marr fund. E mbani mend këtë fjalë apo jo? Thoshin të vjetrit tan, në qoftë se do të bie flama në pula, atëre është fillimi i fundit të njerëzimit. Shiko, po të vini re, diksa i dhan fajin pandemis para 2 viteve, i dhan fajin njeriut, disa i dhan fajin shpendve, lakuriqve të natës, pak rëndësi ka. E rëndësishme është që duhet kuptuar diçka. Në qoftë se bie vërtet një pandemi tjetër, unë jam i bindur që një pjesë e madhe e njerëzve do ikin. Sepse jemi shumë dhe ne jemi në kontakt të përditshëm mes njëri tjetrit. Nuk jetojmë si dikur. Nuk jetojmë si dikur që s'kishte kontakte, s'kishte lëvizje me aviona, apo ndoshta edhe me makina, por vetëm me kuaj. Po flasim për 200 vite më parë. Dhe si do të shpërndaj virusi? Merreni me mend, ai spanjolli, virusi spanjoll që thuhet që vrau miliona njerëz, në qoftë se do të ishte në kohët e sotme, do të çfarose gjysmën e njerëzimit, ndoshta edhe më shumë. Pra, merreni me mend se çfarë po ndodh. Shiko, për ata që nuk janë të informuar, Amerika ka bazën e ushqimeve pulat. Bile vezët janë tepër të rëndësishme në Amerikë. Bile do më thoni ju që jetoni në Amerikë, është e vërtet që vezët kanë shkuar $6 një kokër vezë? Është e vërtet kjo? Më thoni, Sepse lexova gjithandej, dëgjova dhe disa intervista të disa italianëve që thonë që në Amerikë vezët kanë arritur $6 një kokër vezë. Sepse nëse nuk ka pula, kush do t'i bëj vezët? Dhe vezët, padyshim nëse vinë nga Meksika, nga nga Kuba, apo nga po i eksportojnë, unë mendoj që veza do rritet dhe më shumë, sepse tani ka ndodhur problemi. Merreni me mend pas 1 muaj, 2 muajsh. Tani, si thash, baza e ushqimit janë pulat, por pyetja ime është, më marrin telefon. Pyetja ime është, okay, bazat janë pulat, bazat janë vezët, dhe hoqën ose vran mbi 20 milion pula. Por kam një pyetje. Ku shkuan ato pulat e sëmura që ishin më përpara, sepse tani e morën vesh që janë të sëmura? Apo jo? Ku shkuan ato të tjerat? Pyetje, për këto gjëra nuk flasin, sepse kanë frikë se mos njerëzit tremben. Por është legjitime, është normale të pyesësh. Ku shkuan? Kush i hëngri? Dhe çfarë ndodh me ata njerëz që hëngrën pulat me virus? Çfarë do ndodh? Pra, unë them që jemi në prag të disa problemeve shoqërore dhe shëndetësore tepër delikate. 2 arsye janë të rëndësishme që duhen kuptuar. E para, njeriu nuk është më në kontakt me natyrën dhe nuk ka antitrupa për ta përballur një virus apo një pandemi. Nuk ka. Ka shumë pak antitrupa. Dhe këta antitrupat nuk riprodhojnë antitrupat të tjerë që të mund të përballojë një pandemi të fortë. Dhe unë pyetja ime është, si do t'ja bëjnë këta brezat e rinj? Sepse ne,
e hëngrëm sa e hëngrëm, aq sa e hëngrën disa, okay? Sepse nuk ishte vetëm problem pandemisë, por ishin dhe ato kurat që nuk ishin adekuat më vonë dhe krijuan probleme në shëndet të njerëzve. Dhe disa prej tyre që duhet ta dini, dhe disa prej tyre si do ta përballojnë këta njerëzit, këta fëmijë tan, pra të rinjt. Dhe tjetra, ata që e hëngrën, le të themi, në për vaksina apo ku ta di unë. Si do ta përballojnë, sepse unë dëgjoj shpeshherë, do të thuaj çdo ditë, nuk u zgjua më, shkoi të flinte, nuk u zgjua më 18 vjeçari, 20 vjeçari, apo ku ta di unë, apo 30 vjeçari. Çfarë po ndodh? Pikërisht pra, sepse njeriu nuk është i aftë që të përballoj këto gjëra. Më përpara ishte më i aftë, sepse jetonte në natyrë, punonte, kalitej, lëvizte, aktiviteti fizik ishte i fortë. Pra, të gjitha këto janë ato sinjale, pra ato që po ndodhin, edhe kjo virusi që po ndodh tani kohët e fundit me pulat, janë sinjale që tregojnë që njeriu po lukundet shumë. Dhe merreni me mend të futet në mes pastaj teknologjia, inteligjenca artificiale e çfarë tu them unë, që kjo me anë të kësaj, pra të inteligjencës artificiale, njeriu do vetë shkatërrohet. Pse? Sepse prap marrin telefon, më falni. Dhe po thoshja, shkatërrohet sepse njeriu nuk është mësuar. Nuk është mësuar dhe nuk di se ku do shkoj me atë teknologji që ka dhe me inteligjencën artificiale që po përdor. Pra, po marrin nga puna. Nëse ja 1 minutë edhe pastaj po e lë. Po thosha, çfarë ju që gjendeni në Amerikë, çfarë po ndodh? Çfarë po ndodh? Pse? Si u shfaq ky virusi i pulave dhe pandemia e pulave dhe sa pula, sepse nuk i thonë. Përgjithësi thonë 20 milion apo 21 milion pula që i vran, por që i dogjen. Por disa prej tyre mendoj që përveç se i kemi ngrën, por edhe i kanë lënë disa. Sepse jo të gjitha ti mund t'i njohësh, mund të dish. Nuk mund ta dish për të gjitha. Bile do t'ju them, tani kanë menduar që të bëjnë edhe vaksinime pulave dhe t'i trajtojnë. Dhe kombinimi, nëse ti i trajton, pra ndryshon gjenet e pulave, ndryshon ADN-n e pulave. Pra krijon probleme të tjera. Duhet të dini që çdo gjë që përgatit njeriu, çdo gjë. Pra po flasim për vaksina, për gjilpëra, për pastika, çfarë doni ju, që të gjitha këto kanë efekte kolaterale, kanë efekte anësore. Dhe efektet anësore nuk i njeh njeriu. Nuk mund t'i njoh në një kohë të shkurtër, duhen vite, duhen studime dhe për më tepër shtëpive farmaceutike asgjë nuk i intereson fare në fundit. Nuk është për të mirën e tyre që të gjejnë nëse kush është fajtori dhe pse është fajtori. Ata duan të shesin dhe kaq. Kështu që duhet vetë njeriu që të kuptojë që sidoqoftë ta përballojë në radhë të parë, sepse përballimi vjen edhe nëpërmjet natyrës, do thosha, po ka edhe ilaçe që janë të domosdoshme për njeriu. Nuk po them që nuk ka. Normal. Sepse nuk do kishim arritur këtu ku jemi. Kjo ndodh në gjitha aspektet e jetës. Por një pjesë e tyre dëmtojnë. Një pjesë e tyre asnjë nuk duhen marr fare. Dhe në qoftë se do kurohen këto pula ose këto kafsh, sepse po bie edhe në kafsh, po bie flama ka rënë edhe në kafsh. Në qoftë se do kurohen, e dini që do ndryshoj ADN-i atyre, njësoj si ndodh me njeriu. Nëse njeriu merr një ilaç, i ndryshon ADN-n, i ndryshon gjenet, i ndryshon antitrupat, ndryshon çdo gjë. Kështu që unë mendoj që është një sinjal që duhet patur parasysh dhe unë për veten time ka kohë që kam reduktuar 6 mase, po thuaj nuk ka fare tani, mish, por merreni në mend tani pulat, që nuk e di se çfarë janë. Ti edhe po t'jem pula fshati prap nuk e di se çfarë u edhin. Kështu që duhet patur kujdes, ja u thash për të mirën tuaj, kush nuk është i informuar, le të informohet, por unë des shkëndijën si gjithmonë, të marrni mend që juve të paktën që jetonin ato anë, por edhe këtej nga Evropa,
Po them në Amerikë, ata që jetojnë në Amerikë dhe ata që jetojnë në Evropë. Nuk e di kur ti se çfarë u hedhin pulave. Kështu që ti ha një diçka tjetër që nuk e di se çfarë u hedhin brenda. Ndaj duhet patur kujdes. Kështu që bëni kujdes në ushqimet që përdorni. Kalofshi një ditë bukur, ju përqafoj të gjithëve. Pres komentet tuaja. Ju që jeni në Amerikë, ju që jeni kudo që jeni. Çfarë mendimi keni për këtë argument? Qofse hani mishpule, çfarë po ndodh? Dhe nëse hani vezë, merrni ato vezë të fshatit aty ku jeni, afër. Shkoni tek një fshatar e i thoni sa do. Jo $10, po $20, por të paktën e di se çfarë është. Sepse do pagosh $20,000 pastaj për të kuruar. Ju përshëndes.